Horoskopi ditor, 2 korrik. Dita kur një vendim mund të ndryshojë gjithë vazhdimin e muajit. Ka ditë që kalojnë pa lënë gjurmë dhe ka ditë që bëhen pika ku gjithçka merr një drejtim tjetër. 2 korriku është njëra prej tyre. Kjo nuk është një ditë që matet me orë, por me vendime. Një përgjigje që i jep. Një telefonat që bën. Një mundësi që pranon ose refuzon. Shumë njerëz do ta kuptojnë rëndësinë e kësaj dite vetëm pasi të kenë kaluar disa javë, kur të shohin se gjithçka nisi pikërisht këtu. Për disa shenja do të jetë dita e një lajmi të madh. Për të tjera, dita kur një e vërtet del në dritë. Ndërsa disa do të ndihen sikur universi po u tregon më në fund rrugën që duhet të ndjekin. Mos e dëgjo këtë parashikim si një rutinë të zakonshme. Dëgjoje me vëmendje, sepse një detaj i vogël mund të ketë peshë shumë më të madhe nga sa e imagjinon. Dashi. Një portë nuk hapet gjithmonë me forcë, ndonjëherë hapet vetëm kur ndalon së shtyri. Kjo mund të jetë mësimi më i rëndësishëm që të sjellë 2 korriku. Një situatë që e ke ndjekur me këmbëngulje mund të marrë papritur drejtimin që ke pritur. Në punë, një bisedë ose një propozim mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje me ndikim afatgjatë. Në financa, shmang nxitimin dhe beso më shumë tek logjika sesa tek emocioni. Në dashuri, dikush mund të shprehë diçka që e ka mbajtur për vete prej kohësh. Nëse je në një lidhje, sinqeriteti do të sjellë më shumë afërsi. Shëndeti kërkon më shumë ritëm dhe pushim. Fati do të favorizojë guximin e qetë. Në fund të ditës mund të kuptosh se vendimi më i rëndësishëm ishte ai që more pa u ndikuar nga askush. Demi. Një orë saktë nuk bën zhurmë, por nuk gabon kurrë. Edhe ti do të kuptosh se durimi yt po fillon të jap rezultatet që ke pritur. Në punë, një zhvillim mund të të japë më shumë siguri për javët që vijnë dhe të forcojë pozicionin tënd. Në financa, një zgjedhje e kujdesshme mund të sjellë më shumë stabilitet se sa fitim i menjëhershëm. Në dashuri, një person mund të të tregojë me veprime atë që nuk ka ditur ta shprehë me fjalë. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të lindë nga një rastësi e vogël. Shëndeti përmirësohet kur ul ritmin e stresit. Fati do të shfaqet aty ku nuk pret duartrokitje. Beso më shumë tek rruga që ke ndërtuar, sepse ajo po të çon shumë më larg se sa mendon. Binjakët. Një pasqyrë nuk ndryshon fytyrën tënde, ajo vetëm të tregon atë që nuk kishe parë. Kjo ditë mund të sjellë pikërisht një moment të tillë. Në punë, një informacion i ri mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një projekt ose një bashkëpunim. Në financa, një mundësi e vogël mund të ketë vlerë më të madhe nga sa duket. Në dashuri, një bisedë e papritur mund të largojë një dyshim që të ka ndjekur prej ditësh. Nëse je vetëm, mos refuzo një njohje vetëm sepse nuk i ngjan pritshmërive të tua. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes mendore. Fati lidhet me aftësinë për të dëgjuar dhe jo vetëm për të folur. Një detaj që shumica do ta shpërfillin mund të bëhet avantazhi yt më i madh. Gaforja. Një spirancë nuk ekziston për të ndaluar udhëtimin, por për të mbajtur anijen të sigurt derisa të vijë momenti i duhur për të nisur. Kjo është energjia që të shoqëron sot. Në punë, mund të ndjesh se një periudhë pasigurie po merr fund dhe po hapet një etapë më e qartë. Në financa, një vendim i matur do të vlejë më shumë se çdo rrezik i panevojshëm. Në dashuri, zemra do të kërkojë qartësi dhe dikush mund të ta japë atë pa e kërkuar. Nëse je në një lidhje, mirëkuptimi do të jetë më i fortë se krenaria. Shëndeti përmirësohet kur i kushton rëndësi qetësisë emocionale. Fati do të vijë përmes njerëzve që të njohin vërtet. Mos u frikso të besosh atë që ndjen, sepse intuita jote nuk do të gabojë. Luani. Një kuror nuk ka vlerë sepse është prej ari, por sepse fitohet me merita. Kjo është energjia që mund të ndjesh gjatë 2 korrikut. Një zhvillim në punë mund të të vendosë në një pozicion ku aftësitë e tua do të vihen më shumë në dukje. Në financa, një vendim i marrë me vetbesim dhe maturim mund të sjellë rezultat që vazhdon edhe në ditët në vijim.
Në dashuri, një person mund të tregojë respekt ose ndjenja që nuk I kishte shprehur më parë. Nëse je në një lidhje, një bisedë e sinqertë do të largojë një paqartësi. Shëndeti kërkon më shumë kohë për rikuperim dhe gjumë cilësor. Fati do të jetë në anën tënde kur vepron pa u ndikuar nga krenaria. Sot nuk fiton ai që flet më shumë, por ai që vepron në momentin e duhur. Virgjëresha. Një hartë e saktë nuk të çon më shpejt në destinacion, por të ndihmon të mos humbasësh rrugën. Pikërisht këtë rol do të ketë logjika jote sot. Në punë, një detaj që të tjerët nuk e vënë re mund të bëhet arsyeja pse fiton besimin e dikujt të rëndësishëm. Në financa, do të jetë dita ideale për të rishikuar plane ose shpenzime që kërkojnë më shumë kujdes. Në dashuri, një sqarim I vogël mund të sjellë qetësi më të madhe se çdo premtim. Nëse je vetëm, një njohje mund të lindë aty ku nuk e kishe menduar. Shëndeti përmirësohet kur I jep vetes më shumë ritëm dhe pushim. Fati do të shfaqet përmes zgjedhjeve të mençura. Besoj I përvojës tënde, sepse ajo do të jetë udhërrëfyesi më I mirë. Peshorja. Një dritare e hapur mund të ndryshojë të gjithë atmosferën e një shtëpie dhe sot një këndvështrim I ri mund të ndryshojë gjithë ditën tënde. Në punë, një bashkëpunim ose një ide mund të sjellë rezultate më të mira se sa prisje. Në financa, mos kërko fitime të shpejta, zgjedhjet e balancuara do të japin më shumë siguri. Në dashuri, dikush mund të bëjë hapin e parë dhe të largojë një pasiguri që ka qëndruar pezull. Nëse je në një lidhje, mirëkuptimi do të forcohet përmes një bisede të qetë. Shëndeti kërkon më shumë lëvizje dhe më pak ngarkesë mendore. Fati do të lidhet me njerëzit që sjellin qetësi dhe jo konfuzion. Sot do të kuptosh se vendimet më të mira janë ato që të japin paqe edhe pas përfundimit të tyre. Akrepi. Një pishtar ndriçon më shumë në errësirë dhe sot intuita jote mund të bëhet drita që të tregon drejtimin e duhur. Në punë, një informacion I rëndësishëm mund të dalë në momentin që të duhet më shumë. Në financa, një zgjedhje e kujdesshme mund të shmangë një gabim që do të kushtonte më vonë. Në dashuri, një person mund të tregojë më në fund qëllimet e tij të vërteta. Nëse je vetëm, mos e nënvlerëso një bisedë të shkurtër, sepse mund të jetë fillimi I diçkaje të bukur. Shëndeti përfiton nga më shumë qetësi dhe më pak stres. Fati nuk do të vijë përmes rastësisë, por përmes aftësisë tënde për të parë atë që të tjerët nuk e shohin. Sot një e vërtet mund të ndryshojë mënyrën si e sheh vazhdimin e korrikut. Shigjetari. Një shteg I panjohur nuk është gjithmonë më I rrezikshëm. Ndonjëherë është ai që të çon më shpejt drejt destinacionit. Kjo është energjia që mbart dy korriku për ty në punë. Një mundësi mund të shfaqet pa pritur dhe të bëjë të rishikosh planet që kishe ndërtuar. Financat kërkojnë vendime të zgjuara dhe largpamëse, sepse një zgjedhje e bërë sot mund të sjellë përfitime gjatë gjithë muajit. Në dashuri, emocionet bëhen më të qarta dhe një person mund të japë një sinjal që nuk duhet shpërfillur. Nëse je në një lidhje, një vendim I përbashkët mund të forcojë besimin mes jush. Shëndeti përmirësohet kur I jep vetes më shumë lëvizje dhe kohë në natyrë. Fati do të jetë pranë atyre që nuk kanë frikë të hedhin hapin e parë. Britsjapi. Një themel I fortë nuk duket në pamje të parë, por është arsyeja pse ndërtesa qëndron në këmbë. Kjo ditë do të kujtojë se përpjekjet e tua të vazhdueshme po krijojnë rezultate më të mëdha nga sa mendon. Në punë, mund të marrësh një lajm që rrit besimin tek e ardhmja profesionale. Financat hyjnë në një fazë më të qëndrueshme nëse vazhdon të shmangësh vendimet impulsive. Në dashuri, dikush mund të tregojë se besimi ndërtohet me veprime dhe jo me premtime. Nëse je vetëm, një njohje mund të surprizojë me seriozitetin e saj. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes fizike dhe pushim cilësor. Fati do të shfaqet përmes njerëzve që vlerësojnë punën dhe karakterin tënd. Çdo hap I sotëm do të ketë ndikim më të madh nga sa duket. Ujori. Një rrymë e re ajri mund të ndryshojë drejtimin e një anije pa bërë zhurmë. Edhe për ty, dy korriku sjell ndryshime që në fillim duken të vogla, por do të ndikojnë shumë në vazhdimin e muajit.
Në punë, një ide ose një bashkëpunim mund të vendosë në një rrugë më premtuese. Financat përfitojnë nga kreativiteti dhe nga aftësia për të parë mundësi aty ku të tjerët shohin pengesa. Në dashuri, një mesazh ose një takim mund të rikthejë emocionet që i kishe lënë pas. Nëse je në një lidhje, komunikimi do të afrojë më shumë zemrat. Shëndeti përmirësohet kur i jep rëndësi ekuilibrit mes angazhimeve dhe pushimit. Fati do të vijë përmes zgjedhjeve të guximshme. Mos e nënvlerëso një ide që të lindë sot. Peshqit. Një yll nuk ndriçon më pak vetëm sepse qielli është plot me të tjerë. Edhe ti do të kuptosh se vlera jote nuk varet nga krahasimet, por nga mënyra si përdor dhuntit që ke. Në punë, një zhvillim i ri mund të japë mundësinë të tregosh aftësi që kanë mbetur në hije. Financat kërkojnë qetësi dhe largpamësi, sepse një vendim i mençur do të japë fryte më vonë. Në dashuri, zemra do të ndjejë më shumë siguri dhe një person mund të afrojë me një gest të papritur. Nëse je vetëm, një njohje mund të lindë në një moment krejt të zakonshëm. Shëndeti përfiton nga më shumë pushim dhe balancë emocionale. Fati do të jetë pranë teje kur të dëgjosh intuitën. Sot ajo do të jetë udhërrëfyesi yt më i besueshëm. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën vendimi nëse mendon se korriku po të çon drejt një zgjedhjeje të rëndësishme. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se duhet ta dëgjojë këtë mesazh përpara se dita të përfundojë.